që ajo do të ishte mirë që t'i përgjigjet pozitivisht Konjuftës. Zoti Sadiko, si e pati ju këtë ftesë të zotit Konjufta në drejtim të AK-s, konkretisht të zotit Haradinaj, a te i kaloj të quaj kushtimisht kështu zoti Konjufta Albin Kurti? Po, te kaloj mas pari vetën, sepse në fillim të mandatimit ti, kur ishte deklaruar për media, kishte thënë që nuk do t'i kontaktoj asnjë prej partive politike dhe kishte kërkuar votën e tyre. Por ftesa e ti duket paksa jo serioze, sepse nëse Kosova është në një gjendje të vështirë dhe në një proces që mund të hyj në një valë rreziqesh edhe të buxheteve edhe të funksionimit të shumë sektorëve, absolutisht do duhet të kishte diçka më konkrete, jo vetëm ftesa thjesht për kafe, do të kishte të paktën një propozim konkret se cila është forma ose mënyra e bashkëpunimit me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ose cilat janë ato themi thyrjet që kanë qenë deri më tash, që më pastaj nuk do të jenë në rast se bashkohen, sepse pak a shumë edhe Haradinaj në deklarim u duk refuzues, por nuk ishte në 100% që themi refuzues, për shkak se ta nuk pati propozim serioz. Dhe po të kishte propozim serioz, mendoj që Haradinaj duke njoftë edhe nga praktika se si ka funksionuar më herët lideri AK-s, nuk është që nuk i ndryshon qëndrimet. Pra, qëndrimet do të përbënte fare befasi tonë. Madje te kundërta nuk do të përbënte befasi duke njohur mënyrën se si ka funksionuar shpesh. E dim atëherë kur ishte krijuar pani pas kundërshtimeve shumë të mëdha me PDK-n, ai kishte planuar të shkojë, edhe pse në atë kohë normalisht ishte një pozitë shumë e rëndësishme, po t'i ofroi ta zëm këtë rast ndonjë pozitë konkrete ati dhe eksponentëve tjerë të AK-s, besoj që mbase ky refuzim i tij do të rikthej në pranim të paktën për diskutim, por në përgjithësi pra ftesa duket jo serioze për kafe, kur kihet parasysh propozita e vështirë në cilën ndodhet aktualisht Kosova, edhe normalisht nëse është AK-ja, nëse ka qenë themi pjesë që mundet me qenë bashkëpunuese, pse i humbëm gjithë këta muaj. Po, a e duket e çuditshme apo jo këto ftesat kur i bën vendosje në drejtim të ish partive opozitare dhe nuk i përgjigjen pozitivisht edhe për një takim të vetëm ndoshta? Po dhe ftesa nuk, sa e pash edhe nga deklarimi, nuk është që ka qenë ftesë direkte Konjuftës, po përmes njerëzve të tij dhe njerëzve të AK-s, pra nuk ka qenë ftesë direkte e tij duke ftuar Haradinajn edhe për të diskutuar, por ka qenë kështu dërgim fjalësh në një farë forme. Hajde pim nga një kafe. Sva ju?